Ka ardhur vjera në shtëpi kur nuk kam qenë as unë as bashkëshorti, por vetëm fëmijët e kanë parë dhe ajo ka menduar që s'ka njëri në shtëpi dhe ka lagë derën e shtëpisë me ujë dhe e ka spërkat. Uji ka rënë tokë dhe fëmijët kanë dalë dhe i kanë bë foto një shishe me ujë me letër brenda, edhe vjerës duke ikë. Dhe më pyetën, çfarë është kjo, se ishte nëna, pra vjera, e lagu dhe iku. Ej Zot më fal, o Allah na fal, o Zoti më, o Allah na fal. Allahu na fal. Ky është një rast ku këta nuk janë njerëz. Pra kemi të bëjmë me një vjerë që nuk klasifikohet në klasën e njerëzve. Mund klasifikohet ke gjitarët, ke zvarranikët, ke peshqit, ke amfibat, ke një qelizorët, ke shumë qelizorët, po tek njerëzit nuk klasifikohet, pasha Allah. Po sa budallaqe, edhe e lën shishin aty. Edhe s'di me e mulu. Kur e kanë pyet thot fëmijët, e kemi pyet ne, ka thënë ju qenë keni të hutuar se unë s'bëj keq, s'kam lag gjë. Hajde inshallah, pastroje pjesën që e ka lag me ujë të kënduar, këtij ujë të kënduar i hidhi uthull, krip, edhe pastroje, laje derën, laje vendin komplet, edhe mos u mërzitni, hajde inshallah, hajde bob Zoti herë tjetër, vendosni një kamerë të fshehtë, që ta kapi kamera dhe ta trajtoj bashkëshorti, ta trajtoj biri, nonën, dhe t'i thotoj nonë, të lënçim Zotin.